Është interesant kur mendojmë rreth kushteve të Islamit që janë shtyllat kryesore dhe ibadetet kryesore. E shohim që njërin prej tyre Allahu e ka bërë obligim një herë në jetë. Për shembull zakatin. Një tjetër e ka bërë një herë në jetë haxhin. Mirë, pse namazin çdo ditë? Madje jo vetëm çdo ditë, po 5 herë në ditë. Që do të thotë se haxhi, këtë rast po e përmendin si shembull, i jep besimtarit atij që e kryen haxhin, i jep një energji dhe e mbush që nëse mbushet mirë i mjafton për të jetën. Edhe e sheti që haxhit që e kanë kryer haxhin me ndjenja është në gjendje me ta përshkruaj haxhin që e ka kryer para 20 vjetë sikur e ka kryer dia. Asnjë sekond nuk e haron nga ai. Absolutisht. Tu mushet mendja që dia është kthy prej haxhit. Ai para 20 vjetë e ka kryer haxhin. Pse se e ka përjetuar dhe u kryer është mush. Pastaj edhe zakati edhe agjerimi është mbushje vjetore. Do thonë mbushet me tallmjet. Ndërsa namazin Allahu është mbushje karikim që e vëndë po i thot Allahu në rësuar ki nevoj vazhdimisht. Pse? Pse duhet me lon punën? Pse duhet me lon muhabetin? Pse duhet me ndërprej, po them, shoqërien, çfarë do që të kesh aktivitet, duhet me ndërprej. Pse? Se në këtë moment unë duhet me lutë Allahut, duhet me fal, duhet me krye obligimin. Pse? Sepse unë po vazhdojnë ai më sheh. Ajo është po mua që unë jam neglizhent ndaj namazit. Pastaj krymi e namazit në këtë formë të shpesht, në 5 ditë. Se në anën tjetër kish mujt me ardh namazi, më obligu namazin, më rami kur të vini. I kryni namazet edhe mirë, po Allahu dën me mojt. Ka disa që ashtu e kanë kuptuar. Gjatë ditës do të thonë nuk gjejmë vakt, kanë mundësi me gjetë, pastaj kur vjen ata, kur kthehet i punë, pushon pakës, e han darkën ai pastaj vjen koha namazeve. Megjithëse na po gjejmë ku për gjithçka. Po gjejmë ku për kafe, po gjejmë ku për shoqëri. Që i vjen se problemi dikon tjetër, jo te koha. Këto domethënë përmes namazit, normal që Allahu don tek njeriu me i realizu shumë qëllime, një prej tyre edukimin e mirëfillt, po edhe edukimin shpirtëror. Ka dalë, se ka koha që unë duhet me ndërprej tash çdo punë, çdo aktivitet temin, është koha me ju nënshtru Allahut, i cili deri që tash mëdha jetë, me mëdha shëndet, mbrojtje, me marrë gjithë ato, edhe unë po i tham faleminderit te Allah. Po të falenderoj që prej mëngjesit, prej sabajit, kur kom fal sabajin deri në drek, jam shëndosh mirë. Po vaj që nuk është shëndosh mirë, nuk do thotë që lirohet prej namazit, se Allah s'ma rujtesh netën unë tash s'po falna. Mirë, po në mënyrë të përgjithshme, duhet që Allahu të falenderohet, pastaj vazhdimisht të ushqehet ajo ndjenja se unë jam nën përkujdesit Allahut.